Në orët e hershme të mëngjesit të së hënës, një aksion policor është zhvilluar në Kaçanik që lidhet me hetimet që po bën për vrasjen e rështerit policor Muhamet Lika. Thuhet se këtë aksion me qëllim të bastisjes e bën policia në bashkëpunim me prokurorinë, në të cilën kanë marrur pjesë rreth 170 polic. Në këtë operacion janë bastisur 9 lokacione dhe kanë arrestuar 7 persona, e ndërta thuhet se ka qenë një i mitur, i cili në fakt këtë hënë ka mbushur 18 vjeç. Personat që janë arrestuar janë Rejhan Bela, i lindur në vitin 2007, Haki Bela, i lindur në vitin 1999, Rilind Murati 2003, një tjetër i arrestuar thuhet se është Fatmir B. Madje thuhet se në mesin e të arrestuarve është edhe një ish ushtar i FSK-s. Në lidhje me aksionin u mbajt edhe një konferencë për media, e që morën pjesë drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha, si dhe krye prokurori i prokurorisë në Ferizaj Borem Qerkini. Hoxha tha se shumica e arrestimeve janë bërë në Kaçanik dhe një në një fshat të Klinës, të cilët dyshohen se kanë marrë pjesë në planifikimin dhe vrasjen e rështerit Lika. Ai madje tha se nuk kanë pasur incidente gjatë operacionit, si dhe janë konfiskuar 2 vetura, telefona, laptop, armë zyrtare me 30 fishek, maska, tyta të armëve, kapela sportive, dylbi, por nuk është konfiskuar arma me të cilën u privua nga jeta Muhamedi. Drejtori i policisë gjithashtu tha se personat të cilët janë arrestuar po intervistohen nga hetuesit, si dhe do zhvillohen intervistat dhe do vendoset për procedimin e personave dhe se kanë arritur të sigurojnë dëshmi të mjaftueshme për t'i ndjekur penalisht. Ndërsa krye prokurori Qerkini tha se 7 personat janë duke u intervistuar dhe do shkojnë në mbajtje dhe do vazhdohen edhe procedurat të mëtejmë. Por hetimet do vazhdojnë edhe për personat të tjerë, e që motivi kësaj vrasje, sipas tij thuhet se ka lidhje me punën e Likës si pjesëtar i policisë së Kosovës. Kryeprokurori gjithashtu tha se personat e arrestuar janë me precedim penal dhe se të dyshuarit janë persona të arrestuar për rastin e djegjes së gjykatës së Kaçanikut vitin e kaluar. Muhamet Lika u vra natën e 1 prillit, gjatë kohës saj ishte duke hyrë në ndërtesën se ku banon në momentin kur ndodhi sulmi me armë zjarri, ku si pasojë e plagëve të marra nga të shtënat me armë zjarri kishte ndëruar jetë. Lika përveç që ishte rështeri i policisë së Kosovës, ai ishte edhe pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me 1 prill ndodhi vrasja e rështerit Muhamet Lika, e cila ishte edhe vrasja e 5 brenda 10 ditëve në vendin tonë, e që ngjalli një shqetësim të madh tek qytetarët.